shikonte me sy të mbushur me lot, por nuk fliste, nuk donte që të më shqetësonte. Një ditë gjithçka shpërtheu. Nusja filloi që të bërtiste, tha se nuk mund të jetonte më me vajzën time, se ose ajo do të largohej, ose ajo vetë do të ikte nga shtëpia. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Rrëfimi që do të ndaj sonte me ju është një rrëfim tejet i dhimbshëm. Një rrëfim i pazakont, një rrëfim që në fakt të çon të mendosh se ku po shkon kjo botë, apo thënë shkurt, ku shkoi dashuria e njeriut. Njerëzit tashmë kanë ndryshuar, nuk duan njëri tjetrin, shikojnë njëri tjetrin me shumë urrejtje, shikojnë njëri tjetrin me shumë lef. Ka një xhelozi të jashtëzakonshme dhe respekti, dashuria ka humbur përgjithmonë. Rrëfimi është shkruar nga një nënë e cila tregon një ngjarje të shkatërimit të familjes së saj. Po si është shkatruar kjo familje dhe nga kush ka ardhur, do ta dëgjoni rrëfimin në vazhdim. Nuk e kam menduar kur, thot, se do të vinte një ditë që shtëpia ime do të mbushej me heshtje. E jo me zërin e vajzës time. Unë jam një nënë që kam jetuar për fëmijët e mi. Kam sakrifikuar gjithçka dhe në fund mbeta vetëm me lotët e mi. E mbaj mend si sot, ditën kur lindi vajza ime. Ishte një ditë e ftohtë dimri, por zemra ime digjej nga gëzimi. E mora në krah me bi dhe i premtova vetes se do ta mbroja nga çdo e keqe në këtë botë. Ajo u rit para syve të mi, me buzëqeshjen më të bukur dhe me një shpirt aq të pastër, sa që në thelb të gjithë e donin. Kur u rit, filloi të më ndihmonte në shtëpi, të kujdesej për mua, sikur të ishte ajo nëna ime, e jo vajza ime. Shpesh i thoja, ti je drita e syve të mi, mos më lër kur vetëm. Dhe ajo qeshte dhe më përqafonte fort, duke më thënë se gjithmonë do të ishte pranë meje. Por në thelb jeta nuk pyetën për premtime. Djali u martua. Në fillim u gëzova shumë. Mendova se do të shtohej dashuria në shtëpinë tonë, se do të bëheshim më shumë, do të ishim më të fortë. Nusja erdhi me buzëqeshje, me fjalë të ëmbla, dhe unë e prita sikur të ishte vajza ime. Nuk bëra dallim mes saj edhe mes vajzës time. Por dita ditës, gjërat filluan që të ndryshojnë. Fjalët e saj u bën më të ftohta, shikimet më të rënda. Filloi që të ankohej për çdo gjë që bënte vajza ime. Nuk më pëlqen si flet, nuk më pëlqen si sillet, nuk dua të jetoj me të në të njëjtën shtëpi. Ndërsa unë mundohesha që të mbaja paqen. I thoja vajzës, bëhu e duruar, bia ime. Shtëpia mbahet me qetësi. Ajo heshte vetëm më shikonte me sy të mbushur me lot, por nuk fliste, nuk donte që të më shqetësonte. Një ditë gjithçka shpërtheu. Nusja filloi që të bërtiste, tha se nuk mund të jetonte më me vajzën time, se ose ajo do të largohej,
ose ajo vetë do të ikte nga shtëpia. Djali im që unë e kisha rritur me aq mund, nuk foli. Vetëm e uli kokën. Ajo heshtje më vrau më shumë se çdo fjalë. Unë përpoqja që të flas, të mbroj vajzën time, por zëri më dridhej. Nusja nuk dëgjonte. Ajo kishte vendosur dhe në fund, vajza ime më pa në sy dhe më tha: "Nën, mos u mërzit. Unë do t'iki vetëm që ti t'jesh mirë." Po si mund të isha mirë pa të? E pash teksa mblidhte rrobat e saj, ato rroba që ja kisha bler me aq dashuri. Çdo hap i saj nëpër shtëpi më dukej si një thik në zemër. Dhe doja ta ndaloja, doja t'i thosha të mos ikte, por isha e thyer, e pafuqishme. Kur doli nga dera më përqafoi fort. Ndjeva lotët e saj mbi shpatullën time. "Të dua," më tha nën, edhe u largua. Që nga ajo ditë shtëpia ime nuk është më shtëpi. Çdo mëngjes zgjohem dhe pres të dëgjoj zërin e saj. Çdo darkë shtroj tryezën dhe më duket sikur do të më hyjë nga dera. Por dera mbetet e mbyllur dhe zemra ime mbetet bosh. Nuk kam më forcë të qaj me zë, lotët më rjedhin në heshtje, si një lumë që nuk ndalet kur. Më dhëmb jo vetëm largimi i vajzës time, por edhe fakti që unë nuk munda ta mbrojti me bi. Jam nën, dhe në të vërtet një nën nuk mund të dorëzohet kur, por unë u dorëzova atë ditë. Nëse unë do të kisha dhënë një mesazh, dua të them vetëm një gjë. Mos e ndani kur një nën nga fëmia e saj. Nuk ka dhimbje më të madhe në këtë botë. Sepse një nën mund të jetojë pa shumë gjëra, por jo pa fëmijën e saj. Në fakt, një rrëfim shumë i ndjerë i kësaj nëne, e cila ka ndarë një shqetësim që kohët e fundit është shumë aktual në shoqërinë tonë shqiptare, unë uroj me zemër që kjo nuse deri diku të kuptoj këtë mesazhin, këtë letër që është shkruar nga vjera e saj dhe ta kuptoj dhimbjen, se ndonjëherë njeriu i mban gjërat për brenda dhe nuk i tregon dhimbjet, dhe të reflektoj, të kuptoj që familja është e shenjtë dhe përditshmëria është e shenjtë. Dua të marr mendimin tuaj nëpër komente.